Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini nga Shkupi I ka dhënë një ultimatum presidentit të Maqedonisë Ivanov. Deri të hënën ai duhet të reflektojë dhe të japë mandatin për formimin e qeverisë së re shumicës parlamentare. I kërkova presidentit Ivanov që të reflektojë dhe bazuar mbi parimet demokratike e kushtetuese, të japë mandatin shumicës parlamentare deri ditën e hënë. Partitë mbahen nga çfarëdo retorike nxitse që mund të çojë vendin në një konflikt ndëretnik dhe politik. Aktorët politik duhet të kenë parasysh që Maqedonia është shtet multietnik dhe të drejtat e të gjithëve duhet të respektohen. Politikanët duhet të vazhdojnë negociatat për formimin e qeverisë sa më shpejt. Situata është e komplikuar, prandaj të dilet nga kjo situatë, jo për Bashkimin Evropian, por për Maqedoninë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian u takua më herët me përfaqësuesit e të gjitha forcave politike. Pas takimit, kreu I LSDM Zoran Zaev deklaroi se zonja Mogherini pret që Maqedonia të respektojë proceset demokratike. Jemi të lumtur për përkushtimin e BE-s për proceset demokratike dhe integruese të Maqedonisë. Në zonja Mogherini morëm mesazhin e qartë për të respektuar këto procese. Uroj dhe shpresoj që presidenti Ivanov të shqyrtojë vendimin e tij dhe të respektojë këto procese demokratike. 67 mandate nënkuptojnë 700.000 vota dhe janë vullneti I shumicës së qytetarëve që nuk duhen anashkaluar. Ndërsa kreu I BDI-s Ali Ahmeti pas takimit ka zgjedhur rrjetin social Facebook për të shprehur mesazhin e tij. Ne kemi qenë, jemi dhe do të mbetemi partner të komunitetit ndërkombëtar. Kriza institucionale dhe sistemore nuk do të kthehet në krizë ndëretnike dhe do të mbetemi të përkushtuar për të arritur zgjidhje politike. Sundimi së drejtës, shteti ligjor, institucionet besueshme, përmbyllja e marrëveshjes së Ohrit, marrëdhëniet e mira ndëretnike dhe ndërfqinjësore, si dhe integrimi në NATO e BE, janë prioritetet tona. Ndryshe nga Ahmeti, mendon Mendu Thaçi. Nuk është normale, ne e kemi pranuar rolin e opozitës. Sinqerisht nuk është mirë për shqiptarët që të ngel pa thënë se të tjerë do jenë qeveri. Shqiptarët e Maqedonisë ngelin pa opozitë. Nuk kemi marrë shumë vota, po jemi të mandatuar për opozitët dhe pozicionet tona janë opozitare. Ndërsa drejtuesit e tjerë të partive shqiptare theksuan se vendimi I Ivanovit e ka futur vendin në një krizë të thellë institucionale, pas takimit kreu I VMRO-s Nikola Gruevski u largua pa një prononcim për mediat.